Është e vëndshme ky reagim i bizneseve mentor të marrë parasysh që edhe avokati i popullit me sa posh ka reagu këgjo vonë sa i përket kësaj pjese? I vëndshëm, muj me thonë që është i vëndshëm, po prapë se prapë ma mirë vonë se shporë kanë thonë. Unë e shoh si pozitiv këtë reagim ma në fund. Fillu në reagimet qytetarës, edhe kjo është një reagim qytetar, për shkak se ata biznesin qytetar të këtij vendi. Edhe është një zhvillim për mendimin tem është shumë pozitiv për të mirën e këtij vendi, i cili në fakt domosdoshmërisht ka me detyru Kurtin pak me mendu në këtë farë punë, edhe pse reagimi i tij karshi kësaj proteste ke shumë jashpër. Krahasimi ke jashpër. I krahasoj, domethënë, me blokadat në veri edhe tha na ku ka blokada na i kemi hek blokadat edhe ku ka blokadë tjetër na kemi hek prap, ja që njësinë speciale, pat provokime në një farë forme. Në këtë që tregon për personalitetin e tij, domethënë për personalitetin e tij, një personalitet i cili ka premisa totalitare, është i ndërtuar në çat formë. Në thonë për Kurtin, gjithçka që është kundër tij, është armik edhe duhet me luftu në këtë farë forme. Kështu që më në shoh si pozitive këtë punën e protestave, mendoj që duhet me vazhdu këto reagime, qofshin bizneseve, po qofshin edhe qytetarëve nesër mas nesër. Për shkak se për 4 vjet i përmendi jetonin një varg të këtyne dështimeve, të keqpërdorimeve, shumë gjanave tjera në këtë vend që ka ndodhur, po për 4 vjet ky vend veç ka shku poshtë më poshtë, dhe për 4 vjet ky vend ka rënë një pikë e cila ndoshta kanë më na u dashur edhe një 10 vjet tjera për me ardhur vetin një herë në situatën që kemi qenë para 4 vjetëve, në mënyrë që mu zhvillu prapë, domethënë me skandale të tmerrshme në qeverinë Kurti. Ju ka vështirësu jeta qytetarit shumë me këto rritjet e çmimeve, masparit produkteve esencial, përmende jetoni një vend të perëndimit, po që për marrëm konkretisht Gjermaninë, kam qenë vetë, edhe produktet bazike ose këto të përditshme që i konsumojnë qytetarët, atje janë për një nështë 14% ma lirë, mos kofshin edhe ma shumë ma lirë. Ka edhe produkte tjera higjienike për shembull, që janë ka 200% ma lirë i ki në Gjermani se që i ki këtu. E tash nëse krahasohet standardi i atjet, ose kë raporti mes pagës që e marrin atje edhe këtu, kjo është të tmerrshme për këtë vend. Edhe mu ka habit vazhdimisht të mos reagimi qytetarë deri tash. Qysh njerëzit, domethënë rrinë me ta në ambientin kafeterie, çabedione, ankohen, shajnë, bërtasin, kur vjen puna me reagu publikisht s'li vrit kërkush. Edhe në fund i japin prap 42 pikë. 42.3%. Pse ndodh që kjo të na? Po ka ndodh, unë këtu problemi ka qenë pak edhe te një farë s'ka pas opozitarizëm aktiv. Domethënë s'ki pas aktivizëm të opozitës gjatë tyne 4 vjetëve, ki pas vetëm një mediat që e kanë bërë një farloj beteje me qeverinë, që është roli i mediave në këtë rast, kanë qenë rolin e vetë, edhe u mendoj që kjo 8% sa ka ra në këto zgjedhje, në krahasim me zgjedhjet e kaluara, është për shkak të mediave. Mediat e kanë rrezu, po nëse kish pas edhe aktivizëm opozitor, mendoj që ky kish ra hala më poshtë. Për shkak se qytetarët duhet me pas parasysh se qytetarët njerëz thonë pse s'po dalin, po qytetari s'del vetë don me pas dikush që i prin. A roli i opozitës është me i pri qytetarëve kur qeveria për shembull bën skandale, ka skandale ose keq qeverisë, ose vështirëson jetën e qytetarëve. Dojnë me pas dikon që ju prin. Këtë rast nuk kanë pas pris qytetarët e këtij vendi. Edhe në fund për një muaj ditë tentojshin me erzu Albin Kurti. Nuk rëzohet, nuk mahet, kanë thonë përpara, s'mahet që ranin natën e Bajramit, nuk i bënej 200 kg për 5 kg. Kështu që këtë reagim e shoh shumë pozitiv dhe po shpresoj që ka me vazhdu edhe ka me u intensifiku reagimi i qytetarëve për shkak se ka boll për çka. Ti tash me fol për këto punë që i përmeni toni për punën e diskutu rrugës edhe këto. Për punën e skandaleve të mëdha që po ndodhin tash në energji, tash kanë fillu mu shplu gjanat ka dal edhe kur dalin primer na kemi
Kemi me kop kryt me dorë, mos ata që e që kanë bon këtë vend. A vërtit... Për shkak se gjithë shka që ka bon këtë vend e ka bo për interes personal të vetin, edhe nështë një grupit saktum me cilë ka interesa grupa. A vërtit, reagimi u prit mirë, pra, edhe nga shoqëria civile, por që që diskutuam këtu në studio dhe pak i vonë shumë. Sa konsideron ti që ka me qenë edhe efektiv kjo reagim? A kanë ushujt zona që ka një sindikata arsimin njerë, ma ndaj përfundoj... Pavarësisht që është i vonë që më rëndësishë që ka njësë, sepse këta janë, më sarojmë, ta janë njerëzit që janë tatim pagusit më të mdaj këti veni, janë bizneset që kanë punëtorë, numrin e punëtorëve më të madhë këti vendi, edhe duhet me pas ndikim të madhë pastaj edhe në ekonominë e vendit, dhe mu vjen mirë pavarësisht që si pamje, jam një trishtume dje, dhe më thonë, se s'lan sektor pa e mytë, patin luft me sektorin e medias, dhe më thonë tonë kona ata kanë pas luft me mediat. Mos flasëm ma për opozitën, e shkatrun sindikatat, s'kemi zon sindikal ma, unë që 4 vjetë s'kom një zon sindikal. Unë e kujtaj kohën kur unë vetë kam qenë në pozitë, më pas thonë, konferencë për media dhe Albin Kurti dalke, dhe më thonë, bashkë me sindikata, qatë që janë kanë sindikatat të zëshme, kanë konferenca, protesta, s'loshin sytë mi qelë sindikatat. Tash që ka ndodhë që 4 vjetë, jam ka mytë zonin sindikatave. Sindikatë nuk dihen ma sindikata arsimit, disa sindikata janë ba me to, dhe më thonë, s'kemi pas një zonë përveç zonit medial, që ju kanë zonë i drejt për shkak të rolit të medias, që ka karshi qeveris, unë s'kom pa dikon tjetër. Këto shumica këtyne bizneseve, që i pashun e disa nga ta që i pash në protestet, që panin në protest, në fushat kanë dalë në pata me ta. E kanë bështet ato, edhe financiarisht e kanë bështet, por që ndodhë ashtë në një moment e shojnë edhe ato se ku janë dhe kënë e kanë bështet. Mu që kjo më ka ardhë mirë, nuk më ka ardhë mirë që i kom pa në protest, bizneset. Më ka ardhë mirë që e kanë kuptu kënë e kanë votu. Po pa ja jam shancën nuk e kishin kuptu, besoj. Nëse s'ja kishin donë shancën se besoj që e kishin kuptu. Jo prese nuk kanë dosht me kuptu diri me tash, se letë kanë me kuptu. Për diri sa gjithmonë është rritë gjithka, kosaja, reagime, mbyllja mendeve të punës, itja e trive jashtë, më thonë, u konë shumë pasqyra e qartë, u konë s'ka pas fotografia shumë e qartë, u konë, por këta kanë për interesat veta, sigurisht, e kanë bështet, por kure tash në një moment, kur edhe këta rezikohen, detyrohen me dalë në rrugë. Une menoj dhe përkroj plotësisht protest, po unë menoj që këta nuk duhet munalë. Ta duhet me radikalizu protestet, me shku ma shumë në qoftë nevoja këta kamiona me që edhe të qeveria. Ashtë fakt nërë se ti e tha në hyrje të fjales, të hapjes, të tha që prej vitit 2016 ka qenë, por nuk ka pas një vendim për më hapë tregu i lirë për biznese. Dhe plus asaj, as një për tyne, unë nuk e kum pa që ka kundërshtu, që ka thonë, unë nuk jam për më hapë. Të gjitha këto, edhe oda ekonomike, edhe oda e bizneseve, edhe vetë bizneset kanë thonë, na jepni një afat tranzicioni dhe na krijoni kushtet, që do me thonë, kushtet do me thonë, do të me pas edhe ofertus tjerë, jo vetëm një ofertus dhe të qëtë bizneset para partit krym, do me thonë, ta janë dalë para partit krym, e kanë vesh një ofertus që është tjetës apo kece, jam ka ndonë shpimin 256 sa është taj megawatt që nuk ishtë kërkun në vendet e rajonit. Majstratin Balkan. Po, kërkun si është në s'kishtë si shpimin në vendin e rajonit, këtu ishtë majstratit dhe këta i ka qitë para artit krym, do me thonë, Ja kalullojen, me një fjallë. Do dasht me dalë me protestu, po nuk duhet munal. Pa ajo që pa është dje, për deri dje, s'kan lënë kanë pa e shahe, pa e sulmu, dje e kanë pa që e kanë sulmu edhe oden ekonomike të Kosovës.